punëtorët e pastrimit? Jo, në fakt, një pjesë në administratë është mrapa, sepse punëtorët e operative si kanë marrë pagat, i kanë marrë pothuajse me kohë, po me vështirësi të mëdha, sepse gjendjen në të cilën sot është rëndu financiarisht ka ardhur si rezultat i shumë veprimeve dhe momentin në të cilin gjendem nuk ka ndodhur sot për sot. Dhe kjo është tentativa që po tentohet me u kriju, këse sot për sot u bën një problem edhe pastrimi e nali punën për shkak të asoj narrative që po tentohet me ngrit në nivel politik e që s'ka të bëj fare, sepse problemi qëndron direkt në komunë. Dhe pse po e themi këtë, për shkak se veprimet e fundit tyne kanë kriju domet pariparueshme financiare dhe domet mëdha, jashtëzakonisht mëdha. Pse? Sepse që nga viti 2024, kur kanë angazhu operator privat, ka fillu me u dëmtu financiarisht ndërmarrja jonë. Dhe ka fillu me u dëmtu seriozisht. Mbi 3.5 milion euro kemi borxhe dhe dome financiare, e para është pagu operatori privat nga paret tona. Imagjinone, do të thotë vetë komuna negocion, vetë komuna e kontrakton me një kompani dhe negocion në formë të mbyllur. Po thoni paret tona, si po mendoni? Parat që keni grumbulluar ju nga inkasimi, apo buxheti që ndonë komuna? Jo, ideja është në vazhdimsi jemi mësu me dëgju komunën që thëtë ne i kemi dhënë pastrimet, nuk është e vërtet. Ato pagesa e mbën nga qytetarët për shërbimin, që në të kaluarën e kemi pas një kontratë në shtëpi, dhe ne i kemi autorizu komunën të bëjmë faturim, inkasim nga qytetarët dhe të na paguan pastaj ato mjete përmes faturës që ne e dërgojmë. Shërbimet e kanë pas kostën e faturës, ne kemi dërgu faturën sipas shërbimet për 72.000 klientë, dhe çka ndodh, komuna na e përgjysmon atë faturë. Kjo ka ndodhur vitin 2024, e kemi një dëm 1.2 milion euro për vetëm 7 muaj e kanë harxhu një kontratë për cilën është dashur së paku të jetë 15 muaj. Minimalisht ata e kanë shpenzuar për 6 deri në 7 muaj. Dhe pse? Sepse ata e kanë kontraktuar një operator privat me tonazh. Dhe kjo është problematika dhe mundësia e keqpërdorimet në këto forma të kontratës. Sepse ne paguhemi për klient dhe paguhemi për 72.000, pavarësisht që ne i kemi regjistruar 92.000 dhe operatori privat paguhet për ton 75 euro. Dhe nëse përpjestohet dhe balancohet pesha që ne kemi dërguar në deponi dhe pesha që ka dërguar operatori privat, i bjen që ne jemi pagu 39 euro tonin, operatori privat të pagu 79 euro. Dhe për të kësaj, këne kanë negocu. Sa ton keni dërguar ju, sa ton ka dërguar kompania private në deponi? Sakt, ne kemi dikun mbi 5.500 ton mesatarja që kemi pas për muaj, në muajt nga muaj i vitit 2024, ndërsa operatori privati ka pas dikon dhe 1.000 ton, 1.500, edhe për cilat ne kemi dyshu, sepse nuk ka pas sasi në atë kohë të kësoj mbeturine, bazuar në statistika që i kemi, sepse pastrimi operon që nga pas lufta dhe ka gjithë statistikë dhe din sakt sa është rritja nga viti në vetë i... Mirë, ju po thoni 72.000 klient, pastaj janë bërë 92.000 klient, po këta privat, ku tjetër kanë mbledhur mbeturinat, të kush kanë mbledhur? Nuk e dim, s'kemi pas plan operative, kanë bërë pa planifikim me neve, pa koordinim me neve, nuk e dim çka kanë bërë, nuk e dim çfarë forme janë pagu, vetëm e dim se paret janë dalë nga ona jonë dhe që ka qenë jashtëligjshme. Po këto nuk është problemi baze këto. Vetëm duhet të theksojmë për gjithë shikuesit që komuna ka ndaluar parat që nga muaji janar për kompaninë pastrimi. Mirë, po ju nuk e keni ndaluar shërbimin në atë kohë. Se vendoset bashkë në këtë muaj që të ndaloni këtu shërbimin. Jo, që tash e shpjegoj se dashta me dalë te problemi kryesor. Problemi kryesor është janar-maj. Ne kemi lanë atë pjesën, sepse kemi arrit me rikuperu ato dome dhe kemi rri me dalë me një bilans pozitiv vitin 2024, mbi 1 milion euro në pasyra financiare. Ne kemi domin në cash flow, në keshin në kompaninë, në llogaritona, sepse komuna nuk na i ka dhënë ato që është dashur, në letra e kemi, inkasim, në fakt faturim kemi bërë, inkasim s'na kanë dhënë. Pra po thoni që nuk jeni në një krizë financiare? Na kemi problem financiar, dhe problem financiar i qëllimshëm i krijuar nga komuna e Prishtinës. Dhe tash po e shpjegoj narrativën e krijuar nga ana e tyre. Janar-maj ne kemi kryer shërbim me kosto zero. Pa asnjë pagesë nga vetëm 160 e diçka mijë euro i kemi të paguar nga qytetarët. Pse ka ardhur kjo? Sepse komuna jashtëligjshëm e bën një thirrje dhe i thotë qytetarëve paguani në komunë,
mos paguanin në ndërmarrjen pastrimi dhe sot qytetarët pa fajin e tyne janë vënë në lajthitje, një pjesë nuk din ku duhet me paguar dhe nuk ju kanë përgjigj, po bukur një pjesë e madhe është përgjigj. E kemi listën zyrtare mbi 22.000 klientë janë përgjigjur pagesave të komunës dhe është goxha një vlerë e madhe dhe ato parë sot po qëndrojnë të bllokuara në llogarinë e komunës Prishtinës, as nuk janë në buxhetin ton, as nuk po e lojnë qytetarët në matutje. Kompania akuzon se nuk keni pranuar të nënshkruani një Nuk është e vërtet, ne ja kemi dërgu prap krejt e-mailat bashkarisht, sepse në asnjë email nuk janë përgjigjur dhe po ju duket... Momenti që ju kanë ftuar ta nënshkruani një kontratë, keni shkuar ta nënshkruani kontratën? Jo, fillimisht ata e kanë dërgu draftin e kontratës dhe ne kemi dhënë komentet në draft. Atje diskutabile ka qenë veç një një 5 atje që e kam propozu, ku e fusin një dispozit, fshehur azi në një nën tjetër, ku thuhet që për shkak të problemeve me makineri, pastrimi e lejon komunën të angazhojë dhe operator të tjerë privat. Dhe këtë dispozit bjen në kundërshtim me rregulloren ekzistuese, sepse rregulloria ekzistuese e ndalon të operojnë operator tjerë përveç pastrimit dhe ato përveç saj është e përcaktuar qartë që edhe inkasimi duhet bëhet edhe në pastrim. Dhe komuna shkon e bën një thirrje të jashtëligjshme, qytetarët i vënë konfuzitet, qytetarët paguajnë komunë, pastrimi s'ka mjete. Dhe për 5 muaj ne kemi operu dhe e din ndoshta edhe kryeshefi, ne që punojmë në këtë punë, çfarë kosto të larta operative ka puna jonë. Ka jashtëzakonisht mëdha kosto. Po veç të qartësume, a keni probleme me pagesat apo me derivatet? Për shkak se nëse është puna tek pagesat... Për shkak të pagesave është kriju edhe problemi i mungesës derivate. Dhe neve na është nalë shërbimi me derivate, për shkak se ne nuk po mujmë me i pagu as derivatet ju keni as një numër të lartë të punëtorëve të cilët punojnë në kompaninë pastrime. Kështu që shumë herë është cilësuar edhe se numër më i lartë se sa që duhet. Kështu që duhet edhe juve një reformë të bëni në kompani. është tema që mas shumë të pojeni, është bo shumë zhurmë, po në fakt statistikat që ndrojnë ndryshe. 887 punëtori kemi gjetë, 825 i kemë. Dhe kemi reduktu numri, ka qenë një mbej kritereve dhe kushteve nga KFW-ja që një me ullë numri. Po flasim për punëtorët në administratë. Edhe në administratë e kemi ullë. Tani, tek ta 825. Para se me e ngrit këtë problem nga kush do qoftë, ne jemi ndërmarrë Republike, bëjmë kërkesë qoftë dokumente. A mund ta dim sakt, sepse ka një përshtypje që më tepër ka njerëz që punojnë në administratë se sa ata që punojnë në teren. Nuk është problemi fare këto, problemi është i mos pagesa. Bilanci, sa njerëz punojnë jashtë, sa njerëz punojnë brenda. Jo, është dokshëm numri më i madh në operativ. Ne kemi mbi 300, dikon 380 punëtorë që punojnë në operativ dhe i kemi momentalisht dikon te 111 në administratë dhe i kemi gjetë mbi 150 në administratë, sot e kemi ulë numrin. Po mirë, po këto nuk na dalin 800, nëse i keni 300 në operativ.